Alban Kraja. Alban Kraja. Ka vëllai, një minjore për ty si kontribon për poplin tonë, që për të kontribon për kauzën kombëtare, je vazhdimsi e amanetit të shmorëve. Mirë se na erdhe një sot, fjala është për ty. Mirë se u gjeta. Unë e deshem ju thanë vetëm ja 2 fjalë, sepse është shumë e rëndësishme ta dim kush kena kem, për me kuptu kush jena dhe kush kena me ken nesër. I tu afër jush, midis Klins edhe i Stogut, ka lind njerëzit më të njohur në botë në mënyrë absolute që quhet Nikit Dardani. Nikit Dardani, për kush nuk e din, është mes tjerëve kompozitori i Te Deum. Te Deum është muzika e shenjtë e cila luhet në gjithë katedralet e botës për çdo ditë të diel. Imagjinojmë rëndësinë e Nikit Dardanit. Dardant që janë paraardhësit e kosovarëve të sotëm, dhe kjo është tashmë vërtetuar jo vetëm historikisht përmes historianëve kudo në botë, por dhe gjenetikisht. Dardant kanë qenë ato që i kanë dhënë qytetënimin Evropës kontinentit tonë. Enea ishte ai që themeloi Romen, nipat dhe stërnipat e tij sigurisht, ishte një Dardan. Ishte një Dardan ai që qytetënoi Evropën, që i quhej Konstantini i Madh, djali një shenjtje shqiptare që i quhej Shenelena, djali i një perandori tjetër roman, që ishte dhe ai vetë perandor dhe 3 fëmijët e tij u ban perandor dhe themeloi Konstantinopolin, Stambollin e sotëm. E themeloi sepse donte t'i jepte ilirëve, dardanëve një kryeqytet të tyrin dhe e bëri pikërisht midis 2 kontinenteve, ku sot quhet dhe ngushtica e Dardaneleve, nga emri vjetër i kosovarëve. Ne kemi shumë histori, jemi në themel të kontinentit tonë, jemi dyshemeja, themeli, jemi fillimi, gjeneza. Gjua Shqipe është gjua më e lashtë e kontinentit tonë dhe këtë përthojnë akademitë evropiane. Shumë shpejt kemi një projekt në dorë dhe do i kërkojmë që të shkruhet në librin e shenjtë të UNESCO-s si pasuri botërore e njerëzimit gjua jonë Shqipe. Në Vojvodin ka jetu një shenjtë shqiptare dhe ka lënë gjithë veten e saj për të shërbyer njerëzimit, për të shërbyer dardanëve të asaj kohe, sepse deri në Vojvodin ishin dardan. Dhe ajo quhej Shën Angelina. Ishte motra e Donika Arianiti Kastrioti, ishte një shqiptare Den Babaden, vajza e Gjergj Arianitit. Sot e kanë shenjtë serb, sepse ne braktisëm. Ato e quajnë Majka Angelina, le ta quajnë si dojnë. Ajo është Angelina shenjtë shqiptare, vajza Beratit dhe vajza e shqiptarisë. Pra ndaj duhet i majmë fort shenjtë dhe njerëz tanë famshëm. Njerëz tonë që kanë dhënë gjithçka për kombin tonë, siç është heroi jon kombëtar. Sot diabolikët po mundohet na shesin Miloševićin për shqiptar dhe dojnë të na vjedhin Skënderbeun. Shpifin dhe shpikin që nana e tij është serbe, është një rrenë e madhe. Ajo është muzakashe. Ju flas me kompetencë sepse kam gjetë në gjitha analet, në gjitha skutat më të sheta të bibliotekave të Vatikanit. Është një puro shqiptare. Pastaj ne kemi këtu afër nesh një popull që ka pas shumë rrajt përbashkëta me ne. Ka pas mbretërit e parë, i ka pas shqiptar. Karagjorgjët ishin shqiptar këlmenës. Assakonti, francez, në vitin 1810, kur e çon Napoleon Bonaparte me iniciativën e tij për të kriju provincat ilirike, për herë të parë mas 1800 vjetë do rilinte Iliria, e qoj dhe u taku dhe me princin Karagjorgjin, dhe i foli shqip dhe mariazh i shkruan Napoleon Bonaparte, dhe kjo është letër. I shkruan që ato princat që takova Karagjorgjin dhe gjithë ubori i tij flisnin gjuhën shqipe. Fatkeqësisht gjanat morën ashtu siç e din. Filloi një përsekutim i papart ndaj shqiptarëve dhe ne kemi një gabim që kemi nganjëherë memorinë e shkurt. Harrojmë njerëzit tonë të shquar, harrojmë dhe njerëzit që na kanë bërë dëm. Harrojmë ato që na kanë vrarë, na kanë prerë, na kanë sunu dhe nganjëherë kena atë zakonin tonë të kanunit. Falim. Ne duhet falim, po jo hasmin.
jo kush na ka vra, kanë 200 vjeç që na vrasin, na presin, na zjerrin nga trojet tona, dhe ne sot i lutin që të na njohin, ne duhet t'i lutin atyre që na kanë bërë të 200 vjet krimet ma monstruoze. 1721 qytete dhe fshatra janë zhduk shqiptar nga viti 1864 deri në luftën e parë botnore. Janë rreth 4 milionë gjysmë shqiptar të hequr nga trojet e tyre të filluar nga qyteti Nish, që ishte vendlindja e Konstantinit të Madh. Nish, qytet Nish i Shqipërisë. Kur flasim për Shqipëri, Shqipëria është ajo ku rret çdo zemër shqiptare. Nuk ka Kosovë pa Shqipni, nuk ka Shqipni pa Kosovë. Nëse kemi një krah luftar që kanë dhënë jetën, që kanë paguar me jetën e tyre, kanë ndër gjakun për tokën e tyre, dhe në krah tjetër kena zallancët e Miloševićit që u heqin ala vendin atje, ne s'kena pse kërkojmë pash pa kërku falje ato. Ato duhet të kërkojnë falje për gjithë krimet që i kanë ba popullit tonë. I kanë vra sa herë kanë mund dhe i kanë përsekutu sa herë kanë mund. Unë mendoj që një faqe e re për gjithë vendin tonë, për gjithë Shqipërinë tonë, për gjithë Dardanin tonë, po lind. Brezi i ri po fillon formatsohet dhe po merr koshiencë për atë jena. Jena një popull që kena të ardhme, jena popull në themel, jena në gjenezë dhe do t'jena gjithmonë populli që do t'esim përpara, tjerë do i lejmë mrapa, në mënyrë pa diskutueshme. Ju falenderoj dhe ju kërkoj ndjesë, ju majta gjatë. Mbrëmje të këndshme dhe lavdi dëshmorëve.